Doni të keni flok super të shëndetshëm, ju duhen vetëm 3 përbërës që i keni në shtëpi. Me kalimin e viteve, cilësia e flokëve bie, andaj një situatë e tillë gjithmonë është mirë të praktikoni preparate natyrale. Flokët janë ndër zbukurimet më të bukura të secilës femër. Në një situatë të tillë gjithmonë duhet të jeni të përgatitur dhe të përdorni receta natyrale si kjo në vijim. Përbërësit që do t'ju duhen janë 2 lug vaj ricini, 1 e verdhë veze dhe 1 lug mjalt. Përzijeni përbërësit dhe me masën e përftuar njëherë bëni masazh rrënjëve të flokëve dhe pastaj pjesën e mbetur hidheni në pjesët e tjera të flokëve. Mbështilleni kokën me qese dhe lëreni të qëndrojë 2 deri në 4 orë. Lani me shampo të cilën shpesh e përdorni. Këtë procedurë përsëriteni 2 herë në javë gjatë 2 muajve.